Nuk mund të kemi minator me produktivitet të duhur me këto kushte kështu mesjetare. Mos investimi në Trepç është një ndër krimet më të mëdha të Kosovës pas luftës. Kjo deklaratë Albin Kurtit rreth 7 javë para se të bëjë kryeministër në mandatën e dytë tingëllon si akt akuz për vetë qeverinë, të cilën ai e drejton. Sot gati 5 vjet më vonë, nëse do të bazoheshim në këto llafe të Kurtit, akt akuza për krimin në Trepç vetë se do të trashej. Nga ajo kohë Trepça si ndërmarrje strategjike vazhdon të operojë në të njëjtat kushte mesjetare pa investime substanciale, derisa minatorët përballen me probleme me paga, kushte të rrezikshme pune dhe ngujime nën tokë. Por mashtrimet nuk mbarojnë këtu. Në vitin e parë të qeverisë, Kurti premtonte të jepte fund krimit të madh të pasluftës me investime 10 milionçe. Në 2 vitet në vijim do t'i ndajmë së paku 70 milion euro për investime në Trepç për vitet 2022 dhe 2023. Me projektin ton për fundin sovran, e kemi vendosur në qendër të zhvillimit të ardhshëm ekonomik Trepçë. Edhe ky rezultoi vetëm një premtim tjetër i rrem. Të dhënat publike tregojnë që në 2 vitet e ardhshme nga 2021 deri më 2023, qeveria drejtuar nga Kurti investoi rreth 15 milion euro në Trepç, dhe ato pothuajse të gjitha subvencione për pagat. Asnjë investim madhor, asnjë ndryshim substancial. Në 2 vitet e fundit, minatorët e Trepçës janë ballafaquar me të njëjtat probleme si ato të dikushmet. Kushtet e rënda vjojnë të përcjellin minatorët edhe këtë vit. Rrafsh 5 vjet nga deklarata e Kurtit për krimin e madh të pasluftës. Krimet më të mëdha të Kosovës pas luftës. Të dielën e 25 janarit 2026, minatorët e minierës së Trepçës në Stantërg mbetën të bllokuar për rreth 7 orë si pasojë e një defekti në sistemin elektrik. Një defekt i ngjashëm i ngujoi minatorët e të njëjtës minier për rreth 9 orë edhe më 11 janar të këtij viti. Nëse situata në Trepç konsiderohej nga Kurti krimi më i madh i pasluftës, si emërtohet vazhdimi i kësaj gjendje sot?